Një projekt i realizuar për gjysmë, i cili rehabilitoi në total vetëm pjesën ballore të fasadave të pallateve 3 dhe 4 katësh përgjatë bulevardit të Vlorës, ka nisur të shfaq anomalitë e para. Këto godina banimi, të cilat u rehabilituan vetëm pak vite më parë, kanë filluar të pësojnë dëmtimet e para pas këtij projekti rehabilitues. Por disa vite pas përfundimit të këtij projekti, në godina në fjalë ka nisur të rrëzohet suvaja dhe gjithashtu amortizimi të prek edhe balkonet e disa prej banesave. Lagështia ka dhënë edhe ajo efektet e para, duke i dëmtuar edhe më tepër këto fasada, por edhe godinat në brendësi. Në këtë gjë, sigurisht ndikon edhe cilësia e punimeve, e cila përgjatë gjithë projektit, duke i qartë që linte për të dëshiruar, duke bërë që brenda pak vitesh aty të nistin edhe dëmtimet. Banorët tashmë pas disa viteve nuk kanë mundur të gëzojnë gjatë projektin, i cili ndryshoi pamjen fasadave të pallateve përgjatë bulevardit të Vlorës. Jo vetëm kaq, por një tjetër anomali shihet në këtë projekt, teksa ai është realizuar vetëm në pjesën ballore të këtyre godinave të banimit. Nëse shes sot fasadën ballore të pallateve, e cila duket nga bulevardi i Vlorës, ajo është tërësisht e rehabilituar, ndërsa pjesa pas këtyre godinave të banimit, situata aty është krejtësisht ndryshe. Të mjafton të kthesh kamerën në pjesën pas godinave të banimit dhe shes se aty mbizotron amortizimi. Godina me fasadë rrëzuar për tokë, që kanë pësuar çarje dhe dëmtime në shumë vende. Disa prej balkoneve kanë pësuar dëmtime edhe më të shumta, duke rënë edhe një pjesë e mbajtësve të tyre. Dëmtime të shumta ka edhe në brendësi të ambienteve të përbashkëta. Një pjesë e rëndësishme e këtij projekti është edhe izolimi i këtyre godinave, i cili edhe ai është realizuar vetëm në pjesën ballore, duke i lënë 10 shtëpi në efektin e kushteve atmosferike. Gjithashtu, në krahasim me projektet e tjera që janë nështruar fasadat e pallateve në qytet përgjatë bulevardit, nuk është bërë as ndryshim i rrjetit të furnizimit me ujë të pishëm, me bolierët e pallateve, të cilët qëndrojnë ende mbi tarac, duke sjellë për banorët e tyre të tjera probleme, një ndër to edhe lagështia. Banorët e këtyre godinave të banimit, të cilët e kanë kryesisht shtëpi në pjesën e pasme, kërkojnë vazhdim të projektit, i cili të mund të prek edhe këto godina, që vuajnë prej vitesh nga amortizimi. Duke parë që ky projekt është realizuar i pjeshëm, kërkohet gjithashtu edhe një rishikim i tij në tërësi, një projekt tjetër madhor për Vlorën, i cili të rehabilitojë në total këto fasada të godinave të banimit, dhe mbi të gjitha të rregullojë të gjitha defektet, dëmtimet e konstatuara në to.